Në rastin e ditës ndërkombëtare të drejtave të njerëzit në Prishtinë, po mblidhen diplomat, përfaqësues të shtetit, si dhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, të gjithë me një qëllim të përbashkët që të jenë urë shprehse për grupet e marginalizuara në Kosovë, duke përfshirë këtu gratë e dënuara, të mbjetuarat e dhunës seksuale, komunitetet minoritare dhe të gjithë ata që kanë nevojë për mbështetje. Kjo ngjarje organizuar nga ambasadorja e Vullnetit të Mirë, zonja Elvana Shala, dhe synon të balancojë dhe ndërlidh diplomacinë me bamirësinë, duke ofruar një mbështetje për të gjithë njerëzit që shumë shpesh mbeten pa zë. Në këtë mbrëmje u mblodhen diplomat, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, aktivist, artist dhe komunitete vulnerabël për të diskutuar sfidat të drejtave të njerëzit dhe për të prezantuar forma të reja bashkëpunimi. Organizatorja e eventit, ambasadorja e Vullnetit të Mirë për Kosovën, Elvana Shala, thotë se ky aktivitet shënon një hap të rëndësishëm drejt përfshirjes së atyre që shpesh mbeten pa zë, duke na treguar se cili ishte motivi i saj për organizimin e eventit në fjalë. Arsyet kryesore ishin udhëtimet e mia të gjata kudo në botë, gjithmonë duke folur për diplomacinë dhe rolin e saj, por asnjëherë duke mos e specifikuar se sa e rëndësishme është diplomacia për të drejtat e njerëzit në tekst të veçantë kategoritë e ndjeshme të shoqërisë. Dhe duke ditur faktin që unë çdo vit sjell nga një projekt të ri të pa bërë më herët në Kosovë dhe të pa përsëritur, doja që të zhvilloja këtë diskutim të nivelit të lartë në Kosovë në mënyrë që të marrim perspektivën më të sigurt sa i përket diplomacisë dhe të drejtave të njerëzit. Emri i eventit, Urat e Shpresës, përçon simbolikën e lidhjes mes diplomacisë dhe zërave që shpesh mbeten të padëgjuar, por çfarë kuptimi ka ky titull për organizatorën, na tregon ajo. Diplomacia është urë lidhëse mes shtetesh në aspektin bilateral, trilaterale të tjerë, prandaj urat e shpresës ka pikërisht këtë kuptim, që të jemi urë shpresë për të gjithë ata që kanë nevojë për zë dhe për të drejta. Pjesë e ngjarjes ishin edhe organizata të ndryshme përmes fushatave të tyre. Një ndër to, Bëhu Zërim, shfaqi punimet e grave në këtë event, duke na treguar rreth kësaj fushate dhe veprimtarive të saj. Organizata Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës, apo ndryshe siç e quajmë këtë, themeluar në vitin 2011 nga një grup i mjekëve, të cilët në mënyrë vullnetare kanë shkuar në Shqipëri për të ndihmuar refugjatët kosovarë të larguar nga Kosova. Dhe nga kjo ka nisur çka, ideja për të qëndruar të popullit që ka nevojë për mbështetje dhe rehabilitim. Kjo mision është zhvilluar dhe sot një ndër më kryesore që kemi dhe realizajo më madhe mbjeturit e dhunës seksuale gjatë lutjes. Në kuadër të cilit kemi ofruar shërbime të ndryshme për rehabilitimin, po dhe fuqizimin ekonomik. Kuadër të fuqizimit ekonomik gratë, të cilat kanë qenë viktima të dhunës seksuale gjatë lutjes, po i shihni këto janë disa prej punimeve të tyre. Normalisht ne jemi pjesë e shtetit e cila fokus e ka respektimin e fuqizimin e drejtave të njerëzit. Jemi këtu gjithashtu të përfshirë zërin e mbjetuar të dhunës seksuale gjatë luftës për të avutuar për drejtat e tyre që ato të njihen, të respektohen. Pjesë e kësaj ngjarje të rëndësishme ishin edhe emigrantë nga vende të ndryshme, duke përfshirë edhe Ukrainën. Refugjatja nga Ukraina rrëfen fillimisht rrugtimin e saj profesional në Kosovë dhe mënyrën se si është integruar në jetën e përditshme këtu. Ishte një periudhë shumë e vështirë për mua sepse kur mbërrita në Prishtinë nuk flisja fare anglisht, nuk kuptoja shqip dhe të gjithë më afroheshin, duke thënë rroft Ukraina, por unë nuk kuptoja dhe nuk mund të komunikoja. Ndjem shumë e sigurt në Prishtinë, madje edhe gjatë natës mund të shkoj, për shembull në dyqan për të bler ushqim dhe është plotësisht e sigurt. Gjatë qëndrimit të saj në Kosovë, ajo gjithashtu ka arritur të mësojë edhe gjuhën shqipe. Për familja jonë, ajo na flet disa fjalë në gjuhën tonë. I love gjuhën shqipe, më pëlqen shumë shqip edhe shqiptarët, sepse Prishtina është shtëpia ime e dytë.
Pjesë të këtij diskutimi ishin panelistë të shumë si nga Kosova, por edhe nga vendet e huaja. Paneli i parë, një heraz ndërkombëtar, u hap me senatorin amerikan Tom Harkin, një figurë kyçe në legjislacionin për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara në SBA. Panelistët e tjerë ishin nga Franca, Gjermania dhe Italia. Pas perspektivave ndërkombëtare, paneli vijoi me përfaqësuesit e partive kryesore politike në Kosovë, të cilat diskutuan se si diplomacia shtetërore mund të ndikojë në avancimin e të drejtave të njerëzit. Pjesë e këtij paneli ishin Vlora Qitaku, Besnik Tahiri, Triera Berisha, Sibel Halimi dhe Mrika Limani. E në fund, paneli i tretë solli perspektivën e organizatave ndërkombëtare mbi rolin e diplomacisë në mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Ky panel rikujtoi se bashkëpunimi ndërkombëtar mbetet thelbësor për mbështetjen e kategorive më të cënueshme në Kosovë. Zonja Shala thekson rëndësinë e përfshirjes së publikut si thelbësore për ndryshim të qëndrueshëm dhe mbështetje të vazhdueshme ndaj komuniteteve vulnerabël. Publiku është dëshmia më e mira e asaj se çka vërtet populli i Kosovës ka nevojë të bëhet në aspektin e diplomacisë, në aspektin e politikës dhe në aspekte të tjera. Dhe gjëja që mua sonte më ka bërë më shumë të lumtur është bashkimi i 4 partive kryesore në vend për të folur për perspektivat e tyre, përkundër faktit që është kohë fushate. Pra mendoj që ky ishte mesazhi më i mirë sa i përket perspektivës Kosovës në sytë e ndërkombëtarëve, që kur bëhet fjalë për të drejtat njerëzit, nuk ka dallime politike dhe të gjithjemi bashkë. E krejt në fund, ambasadori i vullnetit të mirë jep një mesazh të drejtë për qytetarët dhe institucionet, një thirrje që vjen nga zemra e këtij eventi. Le të jemi ur shprese për njëri tjetrin, le të jemi ur shprese për të gjithë ata që kanë nevojë të qëndrojmë afër, të mobilizojmë, të ngrisim në detyra të ndryshme dhe mbi të gjitha të bëjmë pjesë të diplomacisë. Dorka përfundoi me një qëllim të qartë, të forcojë urat e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve vendore, organizatave ndërkombëtare dhe komuniteteve vulnerabël. Urat e shpresës nuk është vetëm një event, por një thirrje që secili prej nesh duhet të bëhet pjesë e mbrojtjes së dinjitetit dhe të drejtave të njerëzit.